Zhvillimet më të fundit në Partinë Socialiste do t'i bashkëbisedoj në vijim me gazetarin Ardit Rada. Ardit, përshëndes, faleminderit për kohën. Faleminderit juve, nëjsi. Siç edhe ndoqë, besoj kryeministri Rama ka folur ditën e sotme për procesin e integrimit të Shqipërisë. Në një farë mënyrë ka hedhur poshtë narrativën e opozitarëve të Partisë Demokratike se diçka ka ndodhur me negociatat edhe me rrugtimin e Shqipërisë drejt BE-s. Në gjykimin tënd, ka bërë diçka që s'duhet majoranca për t'ju ndërprer ky proces dhe le themi sinjale që na vijnë nga Brukseli, flasim për një ndalim, ashtu siç thot opozita, apo thjesht për burokraci edhe një proces normal, siç i tha kryeministri Rama të vetëve ditën e sotme? Jo, duhet të jemi të sinqertë, domethënë opozita ka ngritur pretendimin në publik se negociatat rrezikohen nga votimi që Kuvendi i Shqipërisë bëri për kërkesën e SPAK-ut në lidhje me ish-ministren Balluku. Tani, nëse integrimi do të ishte në dorën e një emri të përvetshëm dhe ky proces do të pengohej nga një emër, atëherë i bie që nëse kjo zonja do shkonte në burg me këmbë të veta apo kudo tjetër, i bie që t'ja dinim asaj për nder pastaj integrimin. Problemi është ky që opozita ka keq përdorur deklaratat e disa ambasadave dhe ka shpërpjekur në publik të ngrejë frymën se kryesisht ambasada gjermane dhe Berlini është kundër procesit të integrimit lidhur duke marrë shkas ka dalë si pengesë duke marrë shkas nga rasti i Ballukut. Tani duhet kuptojmë këto që domethënë e pam që opozita protestoi me flamuj gjerman, pam dhe pastaj që ambasada gjermane dënoi protestën e opozitës, por nuk besoj se një emër konkret apo një episod apo disa ngjarje politike të brendshme mund ndikojnë dhe të hedhin poshtë gjithë atë investim të madh siç janë mbyllja e kapitujve, realizimi i reformave dhe parafrimi i legjislacionit, sepse çfarë kuptimi do kishte pastaj gjithë ajo punë e bërë të hidhej poshtë për një emër në fundit në përputhje me kushtetutën, pra një veprim i parlamentit në përputhje me kushtetutën. Nëse do të kishte një arsye që imazhi i Shqipërisë do të rrezikohej në raport me Brukselin, në raport me Strasburgun, në raport me të gjithë organizmat e Bashkimit Evropian, ai do të vinte vetëm si pasojë e rolit të opozitës dhe këtë nuk e them në lidhje me protestat e dhunshme në Tiranë apo ngjarje të tjera apo leadershipi i shpallur non grata e të gjitha me radhë, por kryesisht me lobimin që ka bërë Partia Demokratike veçanërisht në Bruksel, në çdo organizëm ndërkombëtar, që të mbledhjet e Partive Popullore Europiane, te Komisioni Evropian, kudo që ka qenë ftuar, kudo që ka pas mundësi përfaqësimi, edhe në Strasburg, edhe në Berlin herën e fundit. Pra, kudo që ka vajtur e ka vizatuar Shqipërinë si një narkoshtet, i ka bërë thirrje Bashkimit Evropian, mos e hap derën për Shqipërinë, sepse shteti shqiptar edhe sepse Shqipëria veçanërisht është urë trafiqesh drejt Europës, sepse shteti shqiptar dhe politika shqiptare shteti shqiptar dhe qeveria shqiptare është e korruptuar. Pra, nëse ka pasur një armik integrimi në këtë histori, kjo fatkeqësisht është opozita, e cila duhet ishte, si të thuash, në krye të punës, edhe duhet ishte më tepër kërkuese llogarisë për reformat që kërkon BE-ja se sa për ta nxjerrë imazhin e vendit. To që po them unë nuk janë gënjeshtra, ne jemi prezent, i kemi parë në kronika, i kemi parë kudo, kemi parë se si kanë ngritur pretendime edhe në Berlin para 2-3 javësh kur ishin përfaqësuar me grupin parlamentar të tyre dhe ishte edhe kryetari i Kuvendit Niko Peleshi, ku pavarësisht se zhvilluan vizita të mjaftueshme për një parti opozitare, e cila rrezikon të kalojë dhe parti e tretë këtu, prap ngritën pretendime se ju ishin privuar disa takime dhe prap ngritën pretendime se Shqipëria nuk duhet të jetë anëtare e BE-s në afatet që ka dhënë kryeministri gjithmonë flas. Po. Ardit, lajm kanë bërë qëndrimet e fundit të dy eksponentëve të rëndësishëm të Partisë Socialiste, zonjës Palje dhe zotit Braçe. Ky i fundit ka shpallur kandidaturën e vet për qenë i pari i kryeqytetit. Si i ke parë qëndrimet e zonjës Palje dhe zotit Braçe?
Tani të them drejtën, qëndrimet e zonjës Spiropali, unë nuk kam çfarë i komentoj, sepse ajo që dihet që ka ndodhur një mbledhje të grupit PS-s, ka qenë një ish-ministri që ka qeshur, dikush i ka thënë pse po qesh, kjo i ka thënë dua të qesh, ai ka thënë mos qesh se do të zjerë jashtë, kjo s'ka qeshur. Mirë, s'është vetëm kaq, nuk është kaq e thjeshtë. Me një mbas asaj mbledhje ka pasur status me mesazhe apo jo? Dakor, unë po them për çfarë ka ndodhur zyrtarisht mbledhje, se me status e pastaj ka sa duash që thonë edhe na, edhe si isha unë edhe ma morën hakerat. Por qëndrimet e zonjës Spiropali mua më duken të nxituara kur kemi parasysh stabilitetin që e karakterizon politika shqiptare. Pra, edhe në PD kur del një zë kundër, dhe në PS kur del një zë jo kundër, po kritik ose i paknaqur, neve na bën përshtypje shumë e madhe dhe duhet ta komentojmë detyrimisht, sepse jemi mësuar të shohim një parti socialiste shumë që 13 vite me të gjithë kënaqur. Sigurisht që zonja Spiropali është e paknaqur për largimin e saj nga kabineti qeveritar. Për mua, paknaqësia e zonjës Spiropali nuk është paknaqësia e socialistëve dhe e shqiptarëve dhe e socialistëve në tërësi dhe e socialistëve në kuptimin e zyrtarëve të PS-s, sepse në fundit nuk u zëvendësua me një njeri të panjohur apo me një person pa kontribut apo me një person pa aftë në krye të Ministrisë së Jashtme, po u zëvendësua me një diplomat karriere, me një person që e një Bashkimin Evropian, një gjithë proceset e BE-s, OKB-s, NATO-s e gjitha me radhë, kështu që s'është për të shqetësuar. Sa i përket reagimit zotit Braçi, sigurisht që ai ka kërkuar një përgjigje për Bashkinë e Tiranës se çdo të ndodh, sepse kemi parasysh gjykatën kushtetuese që i rrëzoi zgjedhjet në Tiranë dhe gjithë investimi që u bë prej 2 muajsh si nga PD-ja si nga PS-ja ra poshtë. Kemi parasysh që Partia Demokratike me sa duket është tërhequr nga kandidatura e Florian Binajt, nuk përmendet më, përkundrazi zyrtar brenda PD-s dhe ish fitues primareve apo antar të kryesisë e kështu me radhë kanë ngritur pretendime për të kandiduar dhe nuk ka asnjë shqetësim në këtë rast. Dhe nga ana tjetër, në Partinë Socialiste, edhe zonja Manasiliu nuk është shprehur më dhe nuk ka reaguar më në lidhje me kandidimin e saj për zgjedhjen e saj si kandidate. Rama ka thënë, në çdo moment që do të ketë garë, do të jetë zonja Manasiliu. Dëgjoj, ka një ndarje shumë të madhe. Tani, së pari, Braçe ne kemi parë shumë aktiv në Tiranë, që prej transferimit t'i ke njësia PS më gjerë, i cili ka denoncuar her pas here punët e Bashkisë Tiranës. Pra, po të shohësh profilet e Braçes në rrjetet sociale, janë pasura vetëm me video, pra si thuash është një person që në mos se ka patur në plan ta bëj këtë gjë, së paku është një politikan që e ka vëmendje ke punët e Bashkisë. A ka konflikt apo jo? Apo është e harmonizuar, le themi, qëndrimi i Braçes me ambicien e tij? Sepse vetë Braçe e ka planuar që në fund të ditës unë do respektoj vendimarrjen e Partisë Socialiste. Rama tek Manasiliu ka vlerësuar, si të thuash, anën organizative dhe anën administrimit të punëve nga Manasiliu, ndërsa Braçe ka qenë i pasprovuar në punët e shtetit dhe në punët e administratës, por sidoqoftë është një por i ka konsiderato zyrtar, por është një zyrtar tepër i rëndësishëm brenda Partisë Socialiste, prej 30 vitesh në politikë, prej 30 vitesh në parlament me kontribute. Pra Partia Socialiste tani duhet zgjedhë midis një kandidati cilin e vlerëson kryetari për X aftësi apo midis një politikanit vjetër të sprovuar në politikë, dhe Braçe në fund ditës të ka thënë që unë dua vetëm garë apo dua brenda partisë debat se kush do të kandidoj, nuk dua detyrimisht të jem unë edhe të rrëzoj apo të kundërshtoj kandidaturën e dikujt tjetër. Mos jemi drejt një përjashtimi se njësinë që ai drejton nuk u thirr në takim. Vetëm shkurt një koment. Ja, nuk besoj, këto janë teknikalitete, nëse s'do ishte thirrur qëllimisht në takim të njësia 5, atëherë do kishim marrë vesh edhe retorikën që është përdorur në atë takim, pra diçka kundër tij do ishte thënë. Së pari dhe së dyti, përderisa nuk mungon mbledhjet e grupit edhe në parlament, do të thotë që gjithçka është në sintezë me kupolën e PS-s edhe me grupin. Ardit, faleminderit. Përshëndes. Faleminderit.